për një kohë të gjatë, Linda dhe Gjoni kryesisht, më kujtojnë diçka që unë jam shumë i njohur se ata bëjnë tek unë. E që më thot, Linda, më thot, zemër, asnjëherë mos e ul vigjilencën, qëndro gjithnjë i gatshëm për të përballur, sepse nëse ti rrezohesh, atëherë do të jetë turp për emrin e Zotit në këtë kohë. Gjoni më kujton gjithmonë dhe më thot, o bab, nëse ti rrezohesh, gjithçka që Zoti ka bërë nëpërmjet familjes tonë këtë vend, do të jetë me skepticizëm, me dyshim. Do të humbim kredibilitetin për ungjillin në vendin tonë. Kjo më kujton Mark Aurelin, perandorin e Romës, i cili kishte porositur një nga skleverit, shërptorët e tij, që ta zgjonte natën, çdo natë. Edhe ky ishte sklavi më i afërt që flinte pranë tij, afër tij. Ai gjithnjë do ta çponte me gisht diku nga mesi natës perandorin dhe do t'i kujtonte atij një të vërtetë, që unë dua ta ndaj me ju sot. E keni tek meditimet e Mark Aurelit. Perandor zgjo. Perandori hapte syt dhe ky i thoshte: "Kujto, që ti je vetëm një njeri." Ne gjithnjë duhet kujtojmë që asnjëri nga ne nuk është imun për kundrejt tundimit. Asnjëri nga ne nuk është imun për kundrejt mëkatit dhe degradimit që mëkati sjell në jetën tonë. Për këtë arsye, le të nxjerrim këto mësime të papërsëritshme nga jeta e Noeut, që jo vetëm i kushtuan Noeut, por familjes së tij, dhe jo vetëm familjes së tij, por një qytetërimi të cilin vetëm në 5 minuta unë do të shpjegoj se çfarë ndodh. Natyra njerëzore nuk mund të ndryshojë automatikisht. Përmbytja ndryshoi botën, por nuk ndryshoi natyrën e njeriu. Noeu ishte i drejtë, por jo i përsosur. Kjo është arsyeja pse shpëtimi që ne kemi në Krishtin nuk është fundi i betejës, por shfillimi një jete të re me disiplinë. A mund kemi amen? Pra, mësimet e mëdha janë këto. Askush nuk është mbi tundimin. Për këtë arsye Krishti na mëson të lutemi si: mos lejo të bijem në tundim. Nëse Noeu mund të rrezohej, askush nuk është imun. Të gjithë mund të rrezohen. I vetmi njeri që shpëtoi, bashkë me kalamajt dhe gruan, edhe nuset e djemve, nga miliona njerëz që jetuan atko. Pra kjo nuk është për të na friksuar sot, por për të na mbajtur të përulur përpara Zotit, me vetëdijen që çdo njeri mund të rrezohet. Puna është të qëndrojmë me Krishtin, të qëndrojmë me fjalën e tij, të mbajmë zemër të përulur dhe të kujtojmë që çdo njeri mund të bie, mund të rrezohet.